Na bëj video për fantazmat, thot. Po më shpirto patjetër. A besoni në fantazma ju? Nuk ma domeni, shumica e njerëzve nuk besojnë. Ta shohim fund kësaj video, a do besoni ajo? E dini ju zemërsisht përndahen ose si lëvizin nëpër trupin e njeriu mendimet dhe emocionet e njeriu? Lëvizin përmes neuroneve. Mendimet tona janë si shkarkesa elektrike, janë elektricitet, janë literalisht elektricitet. Neuroni është kabli, është si kabli i kompjuterit ku lëviz elektriciteti. Truri i njeriu është njësoj si truri i kompjuterit, është thjesht një checkpoint në trup, është një vend i caktuar ku mblidhen gjitha këto neuronet, gjitha emocionet, gjitha mendimet, gjitha informacionet, dhe ka aftësi me i bë të bëjnë sens, mund të perceptoj, mund të bëj plane për të ardhmen, mund t'i përkthej etj etj. Tash diçka shumë të rëndësishme që duhet fusim këtu është që ti nuk je i barabartë me trurin tënd. Ti nuk je truri jot. Megjithëse masa kështu e ke ditë deri tash, ti je diçka abstrakte që jeton brenda të trurit dhe pa përdor trurin dhe trupin si makineri me lëviz rrotull edhe me bëj gjona. Ky është problemi i madh me konsciencën, është një nga problemet më të mëdha që ka shkenca. Truri është diçka fizike, nuk mund ta dim ç'është konscienca sepse nuk është pjesë fizike bashkë me trurin. Trurin kemi kohë që pa studiojmë, konsciencën nuk e si e studion. Dhe këtë mund ta vërtetojmë me faktin që nuk mund t'ia shpjegosh një personi që s'ka provuar ndonjëherë mollën e jeshile se çfarë shije ka molla jeshile. Nuk mund t'i thosh informacione mjaftueshëm. Çfarë do i thosh? Ka shihen si mollë jeshile? Ti nuk je truri jot fizik, ti nuk je checkpointi i trupit ku mblidhen gjithë informacionet dhe pastaj jepen urdhrat. Ti ai që i jep urdhrat, ti ajo gjë abstrakte, mendore, emocionale që jeton brenda të trurit. Konscienca, e kupton, mund të argumentohet që ti je këto valët elektromagnetike ose etheri. Tash në lindi pyetje, nëse ti do ekzistoje jashtë trurit tënd, nga do e di që ke nevojë për trup ose ke nevojë për trup ose që kalon koha. E kupton çfarë do të them këto limite që i ka trupi? Nëse je jashtë këtij trupit, nga do e di që ke pas ndonjëherë trup, nuk do kishe memorie, nuk do kishe eksperjenca, nuk kalon koha. E kuptoni çfarë do të them? Ju ka rënë ndonjëherë të fikët ose zemra? Nga këtu tash me këtë që sapo ju thash mendje, mund të kalojmë te çështja e fantazmave. Unë këtu ju kam lënë një studim specifik që është bërë para ca vitesh, ku ky bosi këtu, ky gjeniali ka gjetë se sa peshon shpirti i njeriu. Ky ka zbuluar zemër që trupi i njeriu kur vdes personi humb pak fare peshë. Trupi kur vdes personi supozohet të humbi peshë, sepse nëse ke ujë, për shembull, likuid në trup, trupi është shtrydh. Edhe nëse ke ujë do dalë jashtë ujë, kështu që trupi peshon më pak. Para se të ndodhin proceset fizike, më sa duket trupi humb pak miligram, ka gjetë që shpirti peshon pak miligram. Pra o plak, më sa duket nuk po fliskemi dhe shumë për prallën, nëse themi që shpirti del nga trupi në momentin që vdes trupi, se shpirti, tash ne sapo folëm që ti je diçka abstrakte, ti je konscienca, ti je diçka emocionale, mendore, që shpërndahet si valë elektromagnetike që është brenda të trurit. Ti nuk je truri fizik, nuk vdes bashkë me trurin fizik. Ti shpërndahesh rrotull në momentin që trupi nuk është më funksional. Si shpërndahesh rrotull? Në të njëjtën mënyrë si shpërndahen emocionet e tua dhe njerëz të tjerë i kapin përmes empatisë. Kur ti je i mërzitur dhe futesh me i dhom, njerëzit të pyesin pse je mërzit. Po nga e kupton, ti si thej gjë, e kupton? Quhet empatia. Pra me fjalë të thjeshta, nuk qe ka dashje pa besueshme të themi që fantazma del nga trupi në momentin që vdes trupi. Tash në lind pyetja tjetër. Nëse del nga trupi, ku shkon më zemra? Dhe pyetja më e rëndësishme, ti je gjallë aty brenda? Je koshient ndërkohë që je fantazm? Tash diçka prap shumë të rëndësishme që do ta fusim këtu, do ju bëj lidhje shumë bukur, është që mendimet e njeriu dhe emocionet e njeriu, që këto që shpërndahen rrotull kur vdes njeriu, e shpërndahen si fantazm, që po flisnim, këto nuk kanë të njëjtën frekuencë, nuk janë të gjitha njësoj. Kjo është tabela e frekuencave që ndjen njeriu. Do shihni frekuencën në cilën vibron çdo emocion. Domethënë, do shihni që emocionet që janë më poshtë, ato që janë të këqijat, ato kanë frekuencë të ulët. Sa më lart të shkosh në tabelë, aq më emocione të mira do gjesh dhe aq më tepër rritet frekuenca e valve. Kur ti ke empati dhe ndjen valet që transmeton një personi tjetër, ti po funksionon si radio. Ti kap valet që të lëshon trupi tjetër dhe i thon, "Ha me që ke mërzite." Unë këtë tash mund t'ju lidh shumë bukur me valet e internetit. Për shembull, le të krahasojmë valet 3G me valet 5G. Valet 3G janë valë me intensitet të vogël, domethënë janë valë të holla, le të quajmë. Kanë intensitet të ulët dhe për këtë arsye mund të thotojmë përtej objekteve, përtej murit, le ta quajmë sa për kollaj. Domethënë është një valë që mund ta kapësh nga shumë larg, edhe të kap interneti. Por është interneti ngadalë, sepse është valë holl. Vala 5G ose 6G është anasjellta. Është një valë me intensitet më të trash, loja ty të shkarkohet më shpejt, ke interneti flak, por mund ta bllokoj muri, sepse është valë trash. Kuptoni çfarë do të them? Kjo që sapo ju thash është logjika pas gjithçka në natyrë që sillet si valë. AKA gjithçka. Gjithçka është valë por sa kohë nuk observon. Kështu shpërndahet drita, kështu shpërndahet tingulli, kështu shpërndahen valët e internetit, plus pastaj mendimet e tua dhe emocionet e tua kur dalin nga trupi si fantazm. Emocionet e mira që kanë intensitet të lartë, frekuencë të lartë, kthehemi edhe herë te tabela e emocioneve. Emocionet që janë me frekuencë të lartë janë më të trasha, janë valë të trasha, kështu që kanë intensitet të lartë, shpërndahen fuqishëm, kupton si interneti 5G, por që bllokohen nga objekte. AKA nuk mund të qëndrojnë shumë kohë aktive, masi ka vdek trupi. Kush qëndron shumë kohë aktive? Faji. Ndjenja si turpërimi, ndjenja të këqija, të gjitha valët që janë brenda teje, mendimet e tuaja, emocionet e tuaja që janë brenda teje para se të vdesësh, kur vdes dalin jashtë. Mendimet e mira shpërndahen, por vdesen shpejt. Mendimet e këqija udhëtojnë shumë më gjatë.
Kështu që mund të argumentohet që ti je aty brenda, siç folëm, ti je diçka pa trup, pa koshiencë, pa faktin që kalon koha, duke përjetu atë gjën e keqe që të ka ndodhur. Ferri, e kupton? Sa po ju kam shpjeguar me sukses fantazmat shkencërisht. Ju kam shpjeguar se diçka mbetet pas vdekjes së tënde fizike, nuk vdes gjithë ti. Ka diçka që mbetet pas vdekjes trupit fizik. Kështu që mund ta çojmë dhe i hap të fundit këtë gjë. Si mund ta dallojmë? Dallohet me sy të lirë kjo valët elektromagnetike, domethënë është si të shohësh ajrin me sy të lirë, masa kanë një kamerë të veçantë, domethënë me sy të lirë nuk e dallon dot. Si mund ta dallosh këtë fantazmën? Mund ta ndjesh për shkakun, sepse janë emocione, siç folëm për empatinë nga fillimi i videos, kur personi është i mërzitur, ti e ndjen që është i mërzitur, sepse ti funksionon si radio, ti kap mërzinë atij dhe ndjen sadopak edhe dallon që është i mërzit. Kështu që nëse shpërndahen emocionet nga një trup i vdekur, nëse je aty afër, sidomos nëse je një familjar, që e di se si ndihen emocionet e gjyshit që vdiq, ti do e ndjeje. Ti do të thoja atë gjën që thon shumë veta, e ndjej gjyshin në dhomë me mua. Mund të argumentohet që varet nga lloji personit, nuk ka pse të jetë familjar, domethënë në të gjitha rastet, mund të jetë një person me empati shumë të lartë ose me intuit shumë të lartë, që prap mund ta ndjej këtë prezencën e këtyre valve, sidomos sapo ka vdek personi. Tash po shpërndahen. Por që në shumicën e rasteve, domethënë logjika të thotë që një familjar do e kishte më kollaj me ndje, sepse ka gjithë jetën që e njeh. I dallon emocionet, është një radio shumë më i mirë me ndjek këto gjëra. Kështu që më e myll, shpresoj të më keni kuptuar çka kam thënë këtë video, po si kam folur për magjira, është diçka një anë shkencore e të parit të konceptit fantazmave. Është diçka që masi s'ju ka thënë njëri kështu, ose masi s'ju ka marrë mendja kështu. Duhet të ketë një lidhje mes personave që thonë ndjej praninë e gjyshit rrotulmeje, masi ka vdek, me personat që zgjohen nga koma, të thonë u çova nga trupi dhe pash trupin tim. Duhet ketë një lidhje këtu, kupton ç'do të them, nuk është fantazi, koncepti fantazmave ose më. Dhe pjesë, sa më dhënë mendim të fundit edhe hika ose më. Siç u thash deri tash në këtë video, nuk ka ndonjë gjë me besu fantazmat, se ka studime serioze shkencore që po bëjnë për këtë çështje. Nuk ka ndonjë gjë me besu. Çfarë nuk duhet besoni janë shumicën e historive bullshit që ju tregojnë njerëzit, sidomos këto që janë shumica janë në Varreza. Ishan në Varreza natën edhe ishte shumë frikë edhe pash dhe ndjeva nga këto gjëra ose më. Bullshit. Varrezat janë vendi ku çojmë trupat për t'i varros pasi kanë vdek diku tjetër. I vetmi vend në këtë botë që nuk ka fantazma janë Varrezat ose më. Ju pëlqen logjika? Hajim në nesër.